Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Falënderojmë Allahun e lartësuar, salavata dhe selamet qofshin mbi të, mbi familjen e tij të ndershëm, mbi shokët e tij besnik dhe mbar pasuesit e tij deri në ditën e gjykimit. Sonte do të fillojmë kapitullin në lidhje me temën e haxhit. Arsyeja është se jemi në periudhën që njerëzit që kanë vendosur me shku në haxh apo janë të përgatitur pra me shku në këtë haxh, zakonisht kanë nevojë për me mësuar lidhje me haxhin. Kjo është edhe arsyeja që po flasim këto ditë inshallah derset e fikut në kapitullin e haxhit. Kitabul Hajj, al-Hajju fi al-lugha, haxhi në gjuhën arabe ka për qëllim, pra termi si term haxh është për qëllim qëllimi, al-qasd. Sikurse as-sala është për qëllim lutje, az-zaka është për qëllim pastrimi. Por në gjuhën arabe al-hajju bima'na qasada, qëllimi është, kuptimi i saj është qëllim. Amma fi shar'i, ndërsa në aspektin terminologjik, në aspektin e shariatit është fa huwa ta'abbud lillah, me adhuru Allahun, është ibadet me adhuru Allahun bi ada al-manasik ala sifatin makhsusa fi waqtin makhsus. Me adhuruar Allahun me rituale të caktuara në formë të caktuar dhe në kohë të caktuar. Pra, koha të caktuarit janë ditët e Dhul-Hijjes dhe forma e caktuar është pra tavafi, sa'i, qëndrimi në Arafat, Muzdelife kështu me radhë. Pozita e haxhit në Islam është shumë e madhe, mjafton që është pishtyllave të Islamit, është me konsensus të muslimanëve është një prej obligimeve faridatun bi ijma' muslimin. Pra ka konsensus që është prej shtyllave dhe është prej gjëra obligative. Wa fardu ma'lum bid-daruri min al-Islam. Njohuria që haxhi është pjesë e Islamit, është obligim, është njohuri e domosdoshme për çdo secilin musliman. Prandaj ai që mohon haxhin, ai është pabesimtar, sepse përgënjeshton Allahun dhe të dërguarin e tij dhe konsensusin e muslimanëve. Është urtësia Allahut, thot Sheikh Uthimin rahimullah, se Allahu nuk e ka bë obligim haxhin më shumë se një herë në jetë. Wa dhalika li mashaqqati at-tikrar. Sigurisht se kjo do të ishte e vështirë për njerëzit. Është e vështirë, njerëzit nganjëherë ndoshta nuk kanë edhe mundësi sa njerëz kanë vdekur, sa muslimanë kanë vdekur me këtë dëshirë të madhe me kry haxhin. Madje e viteve të fundit njerëzit e kanë kuptuar që edhe në vendin tonë që e duhet me prit në radhë, sepse ne jemi mësuar që 20 vjet mos me prit në radhë për me shku kur i kem pas një mundësi të kemi shku në haxh. Por përveç mundësive financiare ka qenë edhe mundësia e numrit. Për shembull, njerëz që jetojnë në Egjipt, jetojnë në Marok, jetojnë në Tunis, jetojnë në Turqi, Indonezi e kështu me radhë, ata përveç kushteve që duhet t'i plotësojnë financiare, duhet me qenë edhe një kusht tjetër, pra me prit në radhë, ndoshta dikush edhe për disa vite. Apo ka momente edhe me short dhe momenti kur jepet mundësia me shku në haxh, ndoshta ajo është dita më e lumtur e jetës së tij. Këta e kanë njerëz të cilët përveç mundësive që i sigurojnë financiare, mundësinë edhe shkumjes në haxh. Prandaj të ne e kemi një prej lehtësive të mëdha është që neve brenda një viti 2 na mundsohet menjëherë pra mundësia me shku në haxh ata të cilët i plotësojnë këto kushte. Dhe sikur përveç sa i thot Sheikh Uthimini, walidhik al-makan min jihatin ukhra. Përveç se është vështirë një herë çdo vit me shku sikur të ishte obligim, është edhe pamundësia nga se ka shumë musliman në botë dhe do të ishte atëherë e pamundshme me kry haxhin sikur të gjithë ta kishin obligim. Haxhi është bë obligim. Allahu thot walillahi 'ala an-nasi hajjul bayti man istata'a ilayhi sabila. Është obligim për njerëzit nga ana e Allahut me vizitu shtëpinë e Allahut pra Ka'bën, man istata'a ilayhi sabila, ai i cili ka mundësi. Ai i cili ka mundësi. Thot Sheikh Uthaymeen Allahu mëshiroft, wa hadhihi al-aya fi surat Ali Imran وقد نزلت في عام الوفود في السنة التاسعة من الهجرة.
Ky ajet ka zbritur në vitin e delegacioneve, në vitin e 9 hijri. Në vitin e 9 hijri. Pra kur është bë obligim haxhi është bë obligim në vitin e 9 hijri. Sepse në vitin e 6 e dini që ka qenë marrëveshja Hudejbijës, pra në pengu më shku në Mekke. Pastaj, kur është bë marrëveshja, mas disa viteve pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, apo në vitet e marrëveshjes, e ka shfrytzuar rastin pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ju shkru letra perandorëve, romak, persian, të Yemenit, të Egjiptit, më shkru letra duke i thirrë në Islam, pastaj ka bërë marrëveshje me fisë të ndryshme dhe kjo quhet Amul Wufud, pra viti i marrëveshjeve edhe i delegacioneve që kanë ardhur në Medinën e pejgamberit alayhisalatu wasallam, nuk ka qenë gjendje lufte dhe kanë ardhur me bë marrëveshje me pejgamberin alayhisalatu wasallam. Prej urtësive të Islamit që i kërkon shariati është përhapja e xhihadit, përhapja e Islamit me xhihad, mirë po xhihadi vetëm në raste kur kërkohet domosdoshmërisht, sepse pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thënë la tatamannu liqa al-adu, ju mos e kërkoni luftën. Pra është shmenduri, është gabim të mendon dikush se muslimanët e kanë dëshirë luftën. Kjo është pikë koncepteve të gabuara. La tatamannu liqa al-adu, pra mos e kërkoni takimin me luftë, mirë po nëse ndodh atëherë forconi, kërkoni te Allahu që t'ju forcoj. Dhe viti i delegacioneve ka qenë vit i qetësisë kur e kanë pranuar shumë Islamin. Dhe në këtë kohë, vitin e 9 hijri, pra është bë obligim haxhi. Është urtësia e Allahut, thot Sheikh Uthaymin rahimullah, se ibadetet janë të formave të ndryshme. Ka ibadete që kemi namazin me anën trupore, po ne kemi dhënë parë. Nuk kemi dhënë të holla. E ki zakatin, kemi dhënë të holla, po s'kemi bë aktivitet fizik. Prandaj agjërimin e kemi u braktis me parë nuk i kompenzon ato, ai i cili ka obligim dhe pa justifikim, krejt dunjan, pasurinë e dunjas, një kodër me ari me pas, me shpenzu, nuk mundet, nuk e pranon Allahu nëse ai i plotëson kushtet e agjërimit. Ndërsa haxhi është në forma të ndryshme, pra që duhet me trup, me pasuri, me mundësitë të cilat i ki, por Allahu i vën në sprovë robërit e tij në forma të ndryshme, derisa të bëhet të qartë se ky rob i Allahut ju ka nështruar Allahut. Dikush mund të jetë i shkath namaz, por kur të është mbytyje dhënia pasurisë është koprac. Tjetri është i shlirë, pra është në gjendje si thojmë ne me ta dhon shpirtin. Pasurinë krejt mi thon rrugën e Allahut, s'ka këtë problem. Është krejtësisht njëri i bujar. Kur të është mbytyje namazit sabahut, atij mi dhon edhe ku me ditë sa priton më ngrit. Apo dita e xumës. Do të thonë është për këtë Allahu i ka lënë fushat e ibadetit, fushat ndryshme, forma të ndryshme që njeriu derisa të dëshmohet njeriu se ai është besimtar. Pra e dëshmon me veprat e tij. Pastaj babu thot autori i librit babu fadlihi wa bayani man furid alay. Tema që ka të bëjë me vlerën e haxhit dhe men furid alej dhe qartësimi lidhje me obligueshmërinë e haxhit. Allahu subhanahu wa ta'ala ka thënë wa adhin fi an-nasi bil hajji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin min kulli fajjin amik. Kuptimi i ajetit është Allahu i drejtohet Ibrahimit alayhis salam. Çabja, shtëpia e Allahut, mjafton si nderim i madh për këtë shtëpi të bekuar që Allahu e ka nderuar me këtë emër, Bejtullah, shtëpia e Allahut. Pra, çka do të thonë shtëpia e Allahut? Kjo është shtëpi që ka bë Allahu vend të bekuar. Sikur shtëpia e Allahut, pra që e ka kriju, edhe shpirti i Allahut e ka kriju, nuk është shpirti për Isa alayhis salam, nuk është shpirti i Allahut për diçka e pjesës së tij. Allahu ka kriju Isain e ka kriju Çabën, pra tokën. Dhe Ibrahimin alayhis salam e ka urdhëruar për me ndërtu Çabën. Ky është vend i shenjtë. Ky është vendi më i dashur i Allahut, vendi në të cilin një namaz i ka 100.000 shpërblime. Ky pra është vendi ku Allahu ka kërkuar për Ibrahimit alayhis salam që me pastru nga shirku, nga idhujtaria, i është lutur Allahu subhanahu wa ta'ala Ibrahimi me djalin e tij Ismailit, pasi që ka ndërtu që para më pranu veprat, më pranu këtë ibadet, mëtej me pastru nga shirku, kanë me bë vend sigurt, Çabën. Mëtej ka urdhëruar wa adhin fi an-nasi bil hajj.
Ya'tuka rijalan wa ala kulli damirin min kulli fajjin amik. Urdhëroj njerëzit, njoftoj njerëzit, e pi u lajm njerëzve që nga çdo skaj i dunjas, pjesë e dunjas, le të vinë dhe ta vizitojnë Qabën, rigjalen, pra të vinë këmbës, pra duke ecur me deve, ala kulli damirin, pra me forma të ndryshme mjetet të udhëtimit nga çdo skaj i dunjas. Për çfarë marrën në hax? Li yashhadu manafi'a lahum, që të dëshmojnë, që të përfitojnë ata, që të dëshmojnë, që të dëshmohet atyre dhe të përfitojnë nga manafi'a lahum, dobit e tyre. Në hax me shku ka dobi. Cilat janë dobi? Dobit e dunjas edhe dobit e ahiretit. Wa yadhkuru isma Allah, pra dobit e dunjas është sepse e kryeni urdhën të Allahut, i nënshtrohesh Allahut, i bën ibadet Allahut, dhe dobit e pra dobit e ahiretit. Ndërsa dobit e dunjas janë për shembull tregtia, një nga urtësitë e haxhit është se shumë njerëz pra përfitojnë, çarkullojnë, pra tregti, bëjnë tregti me shkuarjen në hax. Sa njerëz domethënë pasurohen, sa njerëz çarkullojnë domethënë me kohën e haxhit. Wa yadhkuru isma Allahi fi ayamin ma'lumat, dhe e përmendin Allahun në kohë të caktuara, ala ma razaqahum min bahimati al-an'am, dhe njashtu atë që i ka furnizuar Allahu me bagëti, me kafsh, aty edhe bëhet therja e kafshëve dhe njëkohësisht që edhe ushqehen prej tyre besimtarët, edhe njëkohësisht ju ndihmojnë edhe el-ba'is el-faqir, atyre të cilët janë të varfër. Pra, për dobive përmend Sheikh Uthaymeen rahimullah te këtij ajeti është që urtësia e haxhit është ma'rifatun nasi ba'dhum ba'dha. Njerëzit e njohin një tjetrin, sepse innamal mu'minuna ikhwa. Me të vërtetë besimtarët janë vëllezër, ka thënë ajeti. Innamal mu'minuna ikhwa. Pastaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë el mu'minu lil mu'min kal bunyan. Besimtari karshi besimtarit është sikur ndërtesat. Pra 10 katëshe, 5 katëshe që janë të lidhura njëra me tjetrin. Pra nëse e prishim në fund një, bin gjitha. Dhe në sjetët. Pra janë të lidhura, fuqishëm. Kështu janë besimtarët. Thot Sheikh Uthaymeen rahimullah, huna fil Mamlaka al-Arabia as-Saudia, pra këtu në shtetin Saudit, attafiqu bi unasin ataw min sharq Asia, wa bi unasin ataw min aqsa Afriqa, bal min wara dhalik. Pra vin njerëz nga Afrika, nga Asia, kështu më radh. Azia. ويبني على التعارف غالبا, dhe në sajet të njohjes së ndërsjellë, këtu edhe mbjellet dashuria vëllazërore. Pra kur njihen dhe ne zakonisht ata që kryjnë haxhin, i kryjnë umret, e shohin se si besimtarët e duan njëri tjetrin edhe njoftohen me njëri tjetrin. Pra ta'liful qulub. Po ashtu përfitojnë një prej dobive të mëdha të haxhit që përmend Sheikh Uthaymeen është at-tadhkiru bi yawm al-qiyamah. Neve në mëson haxhin një mesazh në të madh, e shohim momentin e haxhit, në veçantë ditën e Arafatit, na kujton me ringjalljen, ditën e gjykimit, kur gjithë njerëzit janë barabartë. Pra, këtu jemi të veshur me ihram, në ditën e gjykimit jemi dalim para Allahut subhanahu wa taala, siç ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, pra të zhveshur, këmbëzbathur, pa bërë sunet. Dhe ky moment i haxhit neve na kujton pra ditën e gjykimit. O tadhkir bu yawmil qiyamah bi mururi an-nasi afwaja. Yadhhabuna kullun ila maqsadihi. Pra turmat në haxh, se si shkojnë në Arafat, në Muzdalife, si ecin, si lëvizin, pra na kujtojnë ditën e gjykimit ku të ringjallemi, pra se si njerëzit pra do të shkojnë drejt gjykimit. Wa bayanu man furid alay. Po ashtu titulli ka të bëjë edhe me qartësi se kuj është bërë obligim. Dhe obligueshmëria e haxhit ka ardhur në një poezi, si thot poeti, al-hajju wal-umratu wajiban, haxhi dhe umra janë obligim, fil umri marratan bila tawanin, një herë. Bi sharti islamin kadha hurriya, kusht është me qenë musliman. Po ashtu me qenë i lirë, jo i zënë i rob nuk e ka obligim. Aqlin, bulughin, qudratin gjeliya, edhe me qenë mendërisht i shëndosh. Bulugh, me qenë moshën e pubertetit, pra themin moshën e pubertetit, nuk themin moshën 15 vjeçare, mosha 15 vjeçare është atëherë kur nuk ki shenjat pubertetit. Nëse nuk janë shfaqur shenjat e pubertetit,
atëherë moshën 15 vjeçare, a u shfaqen apo nuk është shfaqen ty, do me thonë vetëm se ke hi në vijen e përgjithësisë. Kudratin gjelije, njëkohësisht kudra është mundësia. Çka do me thonë mundësia? Pra mundësia financiare, ekonomike, fizike. Sepse njeriu mund të jetë i paralizuar, mund të jetë në sprovë, pra nuk mund të lëviz, apo mund të ketë probleme shëndetësore që në periudhën është vapë e madhe dhe i rekomandohet që të mos e kryej haxhin për shkak të problemit me zemër kështu me radhë. Hadithi parë që ka përmend autori Ibn Hajar al-Asqalani عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال transmetohet nga Abu Huraira radhiyallahu anhu, Allah i qoft i kënaqur me të këtë thënë al-umratu ila al-umrati kaffaratun lima bainahuma. Një umre me kry deri në umrën tjetër është shlyerje e mëkateve që bëhen mes këtyre dy umrave. Pastaj ka thonë pejgamberi alayhis salatu wasallam wal hajjul mabrur laysa lahu jazaa'un illa al-janna. Haxhi i pranuar nuk ka shpërblim tjetër pos xhennetit. Rawahu Buhari dhe Muslim, muttafaqun alayh. Haxhi i pranuar, haxhi pra mabrur është haxhi në pikën më të lartë që kryhet. Mabrur laysa lahu jazaa'un illa al-janna. Cili është haxhi i pranuar? Është haxhi që ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ai i cili pra e kryen haxhin dhe është i pastër nga mëkatet sikur ka lind nëna, sikur ka lind nëna e tij. Sikur kur e ka lind nëna e tij, pra foshnje sabi i palindur. Wal hajjul mabrur laysa lahu jazaa'un illa al-janna. Haxhi i pranuar nuk ka shpërblim tjetër pos xhennetit. Cili është haxh mabrur? Se maqbuli bjen i pranuar, po mabrur është haxhi që më i miri, që e pranon Allahu subhanahu wa taala edhe e fut besimtarin në xhenet. An yakuna khalisan lillah, e para që të jetë haxhi, qëllimi i haxhit duhet të jetë për Allahun subhanahu wa taala, i pastër për fytyrën e tij. Të mos kihet qëllim me kry haxhin për ndonjë qëllim tjetër. Sepse njeriu mund të rrethohet në një shoqëri që e shef që mos më shku në haxh është turp. Dhe ajo ndërgjegje pak a shumë mund t'ja prish edhe një jetin. Haxhin duhet me pas synim që është për vepra më dashura të Allahut subhanahu wa taala. Dhe një nga gabimet që i bën besimtarët është e shtyn çështjen e haxhit. E shtyn haxhin. Për shumë çështje të dunjas, ne jemi dëshmitar, domethënë ku njerëzit kanë shumë mundësi për çështje të dunjas me i të but hollat, anën materiale. Mirë, po kur është çështja të haxhit nuk mund të arrijnë dot për me e siguru haxhin. Për çfarë? Sepse prioritetet janë shumë të rëndësishme. Varësisht njeriu çfarë ka prioritet. Kjo është shumë e rëndësishme me kuptu njerëzit. Çfarë njeriu ka prioritet? A ka prioritet ibadetin, haxhin, apo ka prioritet dunjan? Ne nuk po themi që duhet me lënë familjen keq dhe me hi borxhe, edhe ki borxhe, ki ngarkesa, as nuk duhet mundi keq ata të cilët nuk kanë mundësi. Por ne shohim njerëz të cilët mund blejnë tokë me çmime shumë të mëdha, mund blejnë ndërtë banesa, mund blejnë domethënë shtëpia moderne, kanë lukse të mëdha, kanë vetura të shtrenjta. Kur është në pyetje të, pra bën një darsëm që i kalojnë shifra të mëdha, kur të shpytje të haxhi, aty sikur aty është, domethënë ai farlloj keq menaxhimi, kisha thënë, sepse përgjithësi ne kemi mendim mirë për besimtarët e cilët kanë dëshirë me kry haxhin. Pastaj, sa më e mosha, edhe ana fizike njeriu është më i përgatitur për haxh, më tej jepet mundësia që prap haxhin tjetër. Është pjesa shumë e rëndësishme që njeriu duhet i kushtoj rëndësi. E para, an yakuna khalisan lillah, njeriu duhet me kry haxhin për Allahun subhanahu wa taala, bi an la yahmal al-insan ala al-hajj talabu malin aw jahin aw furja aw laqab. Pra mos me pas qëllim pasurinë, mos me pas qëllim autoritetin, apo me u ngjit emri, me emërtu me një emër të bukur, pra me pas një lavdat tek njerëzit. Kjo është
Pra e shka kërkohet në të gjitha ibadetet. En yakuna bimalin halal. Për me qenë haxhi pra më brur, që me fut këtë përgëzimin, besimtari duhet me pas kujdes edhe me atë pasuri të cilën shkon, pra me qenë pasuri e halalit. Idha hajjajta bimalin asluhu sahtu, fama hajjajta walakin hajjat al-ba'iru. Është fjala e një poeti që ka thënë, nëse nuk udhton nëse nuk e kryen haxhin me atë ajkën e pasurisë, me atë pasurinë e pastër, atëherë nuk e bëu haxh ti, po ka bëu haxh al-ba'iru, pra karvani apo kështu al-iru. Thalithan, e treta është që në përpikrit mundohet me i kry obligimet e haxhit, pra me qenë i kujdesshëm, rregullat e tavafit, rregullat e Arafatit, qëndrimit në Arafa, pastaj në Muzdelife, hedhja e gurve, e kështu me radhë. Me qenë i kujdesshëm, mos mi thyj ato rregullat. E katërta, an yajtani fihi al-mahdhur, po ashtu duhet me u largu nga gjërat e ndaluara. Faman farada fina al-hajj fala rafatha wala fusuqa wala jidala fi al-hajj. Të mos flitet fjalë të këqija, të kota, të prishet haxhi, të prishet ai farlloj bukuria, mirësia e haxhit. Wala jidala fi al-hajj, dhe mos me debatu në haxh. Wala jidala fi al-hajj. Allahu alam thuhet, përmendet që Sheikh Albani rahimahullah Sheikh Albani ka qenë kategorik disa mesele, për shembull mbulimin e fytyrës e ka konsideruar pej suneteve. Patyshim që më mirë se sa mos më mbulu fytyra e femrës, por nuk e ka konsideruar obligative. Përderisa shumica e dietarëve në Saudi, selefi e kanë bindje dhe thonë që mbulimi i fytyrës është wajib. Mande Sheikh Albani rahimahullah ka shkruar një libër Radd al-Mufhim, e ka shkruar një libër Radd al-Mufhim dhe ka qenë ndaluar në Arabinë Saudite ai libër. Dhe ata kanë pas qëllimin e mirë që mos më ndiku njerëzit që jo pse e kanë pas qëllimin që njerëzit ta kenë mendimin e Sheikh Albani, po mos ju hapet një derë njerëzve që janë awam dhe të ndikohen që të kalojnë përtej asaj që është e lejuar. Dhe thuhet Allahu alem kur një njeri në haxh e ka pa Sheikh, kur e ka pa Sheikh Albani rahimullah, që familja e tij e mbajnë nikabin, atëherë dikush ju ka drejtuar Sheikh Albani rahimullah që i ka thënë që pse ti thu që është sunet. Dhe Sheikh Imam al-Albani rahimullah ju ka përgjigj la jidala fil hajj. Nuk ka polemik, nuk ka debat në haxh. La jidala fil hajj. Pra nuk është koha tani me debatu është farz, është vajib. Përjashtohet u këshillat në haxh. Përjashtohet u këshilla në haxh, veçanti awamit që vinë nga gjitha vendet e botës dhe kanë gjehel, qoftë ishe duke bo në lutje, shprehje që ngërthejnë shirk, apo eshe që kanë gabime në rregullat e ihramit, këto nuk futen në polemik që është ndaluar. Po ashtu el-mutabe'atu li Rasul sallallahu alaihi wasallam, për me qenë haxhi pra edhe me praktiku në përpikri sipas sunetit pejgamberit alayhi salatu wassalam. Min fawaid al-hadith, nga dobit e këtij hadithi, ka thënë pejgamberi alayhi salatu wassalam, pra cili është hadithi? Umrja dhe në umrën tjetër i shlyn mëkatet. Pastaj haxhi i pranuar nuk ka shpërblim ti pas xhenetit. Cilat janë dobit që na nxjerr Sheikh Udhaymin rahimahullah. E para thot at-targhibu fil umra wal hajj, inkurajimi me kry haxhin. Pra pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thonë haxhi i pranuar nuk ka shpërblim tjetër pas xhenetit. Pastaj ka thonë umra dhe në umrë tjetër nuk ka i shlyn mëkatet. Pastaj për dobive i përmend Sheikh Udhaymin rahimullah, për dobive të këtij hadithi është pra el-hajj al-mabrur laysa lahu jazaa'un ila al-janna, që haxhi i pranuar nuk ka shpërblim tjetër pas xhenetit. Pastaj hadithi tjetër, wa Aisha radhiyallahu anha qalet, transmetohet nga Aisha radhiyallahu anha,
Qalet, ka thënë, kultu ja Rasulallah, i kam thënë i dërguari i Allahut, alen nisa i gjihad, a kanë gratë gjihad? A kanë obligim? Pra gratë, a kanë gjihadin obligim? Qale naam, ka thënë po, pra a ka gjihad për gratë? Kjo ka qenë pyetja e Aishës radhiyallahu anha. Këtu është një pjesë shumë e rëndësishme, edukata e kësaj nënët besimtarëve. Ja Rasulallah, o i dërguari i Allahut, o i dërguari i Allahut, shprehje me kujdes të veçantë. Pa jo o burri im, o Muhammed, ja Rasulallah, o i dërguari i Allahut. Këto janë shprehjet. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është përmend 4 herë në Kur'an me emrin e tij Muhammed. Pejgamberi që është thirrur më shumë i dërguari i Allahut është Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Sa është përmendur më shumë Musa, Ibrahimi, Yunus, Yusuf, e kështu me radhë. Nuh. Por Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është përmend shumë pak me emër, por më shumë i dërguari i Allahut. Alen nisa'i jihadun, a kanë gratë jihad? Qale na'am. Ka thonë po. Alejhinne jihadun la qitale fi. Ato kanë obligim një jihad që s'ka luftë në të. El hajju wal umratu. Haji dhe umrja. Rawahu Ahmed wa Ibn Majah wal lafdhu lahu. Transmeton Imam Ahmedi dhe Ibn Majah. Hadithi është i njohur. Esenca e hadithit është sahih. Fjala e pejgamberit alayhi salatu wassalam ala nisa. Sheikh Uthaymeen rahimullah çdo herë neve na vjen dobi të mëdhaja. Jihadun, çka është jihad? وهو الجهاد وبذل الجهد والطاقة في قتال الأعداء. فقلنا بذل الجهد لإلى كلمة الله. Fjala jihad në përgjithësi, çka është për qëllim? Fjala jihad. Badhlul juhdi, angazhimi për me ngrit fjalën e Allahut azza wa jall. Kjo jihad në Islam. Por këtu liyashmal al-jihad bil qital, tu përfshihet jihadi me luftë dhe jihadi me dituri. Jihadi me luftë dhe jihadi me dituri. Por këtu duhet kihet kujdes. Nëse pyetsi është ka të pyet për jihadin me luftë, rregullat e jihadit me luftë, pastaj hoxha i kalon jihadin me dituri, kjo është mashtrim. Sepse ne kemi këtë problematikë me predikues trojt shqiptar, ne kemi shumë probleme këtë për çështje. Zakonisht në media kur dalin nuk ekziston, subhanallah. E dini, rafidat na kanë akuzojnë ehli sunetin, Allah i na ruajtë, akuzojnë Aishën radhiyallahu anha me kurvri. I ka sprovuar Allahu rafidat, ata kanë një lloj martesës që ne e konsiderojmë kurvri ata. Jo e konsiderojmë, po është. Pra, zawajul mut'a. Zawaj mut'a, bëni marrëveshje për 2 javë, martohesh. 1 muaj, martohesh. Kështu e kanë shijat rafidi. Kjo është martesa tyne. Kjo është kurvri. I ka dënuar Allahu subhanahu wa ta'ala. Edhe themi për hizbit, ikhwan, këta hizbit trojt shqiptarë, që na kanë akuzuar ne që e mohojmë gjihadin. Na kanë akuzuar ne me dekada, do të thonë në vitet e fundit, në vitin e fundit kanë kaluar akuza tjera. Pra, por tema kryesore që kanë mashtruar të rit pas lufte në atë periudhën, do të thonë, që ka qenë një farlloj zelli që me u kap pas sunetit, këtu i kanë shkput shumë të ri duke na akuzuar se këta e mohojnë gjihadin. Realisht ne vetëm ju kem bardh fjalët e imamëve të sunetit, Imam al-Albanit, Ibn Uthayminit, al-Fawzan, al-Luhidan, Ibn Bazit. Jo kemi qartësuar se vetvrasjet, Al-Qaida, gjitha këtu nuk janë gjihad. Asnjëherë ne s'kem folur për te kësaj, por akuza atyre ka qenë kryesore në e mohojnë gjihadin. Dhe tani ata, subhanallah, realisht e mohojnë gjihadin kur dalin media. Sikur ky Kalaja, Goga, kur dalin media, ti e akuzon veten habitesh. A janë marrë këta njerëz që kanë marrë, disa prej tyre kanë diploma në universitet të Medinës. Kanë marrë domethënë edhe doktoratura disa prej tyre. Dhe kur përplasen me opinion, domethënë, kur të shpytje gjihadi, e mohojnë gjihadin.
E mohojnë gjihadin dhe kalojnë, e mohojnë një mënyrë, jo kur ti pyetsh në detale dhe tulesh dhe bisedosh, ata nuk e mohojnë gjihadin. Por e mohojnë atë kuptimin përballë publikit. E bëjnë devijojnë temën. Ktu është qëllimi. Kalojnë te gjihadi, thonë gjihadi është për qëllim dituria, është për qëllim kjo, është për qëllim këta. Domethënë, ata me këtë argument mund të argumentojnë se gjihad është, çu ka përgjigj pejgamberi alayhis salam, gjihadi i grave është haxhi. Pra, mashtrimi me u bën njerëzve mund të jetë shumë i lehtë. Mashtrimi, sikur ai kur e pyesin, ai don Allahu ateistët, ai mashtron, thotë Allahu i don ateistët se mos me padash si ke shkriu. Pra e bën devijim. Allahu është e vërtetë që i don jo ateistët, po i don edhe derin në këtë kuptim. Jo irade shar'ie, jo dëshirë që i don Allahu sikur besimtarët. Allahu dëshira e tij është që këtë dunja me kriju beni Adem që kanë pasur llavrasje. Kabilin dhe Habilin. Pse i kanë thonë me lajket, e të gjallu fiha me ifsidu fiha. Si për i kryon të një njerëzit që kanë me bo gjakder dhe ka thonë, unë e di atë që nuk e dini. Këtë kontekst Allahu ka dasht që në këtë dunja mu spërvu njerëzit. Edhe derin. Por ty kur të pyet, a i dënë ateistet, a mund është me thonë, po sigur ai ti të kishte pak shkasi, atëherë i donë edhe derin, e donë edhe pabesimtarët, i donë edhe kriminalet këtë kontekst, prandaj i pasër është Allahu për kësaj. Allahu nuk i donë as ateistet, as nuk i donë vrasjet, as shtu marrë. Po do më thonë, i manipuloj njerëzit. Prandaj, që të mos dalim shumë prej teme. Çka është për qëllim ky hadith i Aishës lidhje me haxhin? A kanë gratë gjihad? Dhe Shekhu Thejmini rahimullah po e qartëson që gjihadi është bedhlul gjuhdi li i'la kalimatillah. Angazhimi për me ngrit fjalën e Allahut subhanahu wa ta'ala. El jihadu fi shar'i huwa bedhlul gjuhdi li i'la kalimatillah. Ngoni tani. Allahu ka thënë, hadithi pejgamberit alayhis salatu wassalam, jahidul mushrikina bi amwalikum wa anfusikum wa alsinatikum. Luftoni mushrikinët me pasurinë, veten e juaj dhe me gjuhët e juaja. Pra, çdo angazhimi për hapjes të tauhidit është xihad. Imam Ahmedi ka bëu xihad në kuptimin në përhapjen dhe mbrojtjen e fjalës së Allahut. Xihad është lapsi që shkruhet për mi mbrojtë sahabët. Xihad është kritikat e të devijuara. Dhe nëse një hoxh thotë jam xihad me këta, aq e marrin domethënë tragjike, aq e marrin domethënë egzagerim, thua se bori kufër. Pra nëse dikush thotë unë jam xihad me këta sepse i luftojnë dietarët apo i luftojnë të vërtetën apo e mbrojnë një njeri të devijuar, nuk do të thotë se ti je në xihad me qëllim sikur i lufton pabesimtarët. Prandaj ka shumë më rëndësi me kuptu këto mesele. Min fawaid hadha alhadith, nga dobit e këtij hadithi është cilet hadithi që po pyet Aisha radhiyallahu anha, a kanë gratë xihad. Pejgamber këtu të mos harroj një dobi që lexova pe Sheikh Uthayminit rahimullah. Pse është xihad gratë? Pse kanë xihad haxhin edhe umrën? Sheikh Uthaymin thotë në periudhën e pejgamberit alayhis salatu wassalam, periudhën e selefit, ka qenë shumë i vështirë me shku në haxh. Rrugtimi, lodhje, kanë udhëtu me 1 muaj, 2 muaj, ndeve, ka qenë vap, ka qenë vështirësi, dhe përveç kësaj, ka qenë një periudhë e vështirë njerëzve të cilët kanë hasën grabiçar gjatë rrugës, qutta turuk, tu ka rreziku pasuria, tu ka rreziku jeta. Domthon ka qenë shumë e vështirë. E në gjitha këto rrethana ju e dini që femra është më e dobët se sa mashkulli. Ar-rijalu qawwamun 'ala an-nisa. Pra burrat janë më të fortë se sa gra. Thot Sheikh Uthaymin rahimullah, dhe ja kuptimi i dietarit, përderisa me kry haxhin, në atë kohë ka qenë shumë lehtë. Qëndrimi në Arafat, qëndrimi në Mina, qëndrimi në Muzdalife, tavafi, sepse ka pas shumë pak njerëz. Sepse ne në shikim të parë mendojmë që është për qëllim haxhin që e kryjmë ne. Ndërsa në kohën e cilin po jetojmë, është i vështirë jo udhëtimi, po është i vështirë haxhi, sepse në 2.5 milion apo ose paktën afër 2 milion haxhilerëve që e kryjnë
afërsisht afër aty sillet dikun numri, nuk e di zyrtar sa është, po aty sillet dikun. Të mos sikur i pash disa thonë 5 milion janë hax, nuk është e vërtetë. Kjo është egzagerim. Kjo është el-mubalagat. Për këtë Saleh al-Sheikhu rujt, Allah rujt, ep një vrejtje thirrsave davetxhive që të mos ndavet nuk duhet me bojnë mubalagat, nuk duhet me egzageru gjana. Për shembull, hizbit zakonisht shush lavdrohen për tubimet e tyre. Merr shembull Sheikh Ali Sheikh, thotë ka pas prezantues, domethënë 10.000, 50.000, 20.000 vetë. Thotë dikush e merr ata edhe e analizon, edhe vendi ku aty 4.000 vetë nuk i nxan, 2.000 vetë si nxan. Ku janë 10-15.000 tjerë. Domethënë njerëzit nuk duhet me pas, veçantë jo xhallat, egzagerim. Në haxh nuk duhet me thonë që vijnë 5 milion njerëz. Pra është egzagerim. Është informacion që i gabuar. Por në kohën e të cilën jetojmë, për gratë, prapë mbetet haxhi kur vijnë në Mekke, është një sfidë edhe është xhihad. Sepse udhëtimi mund të jetë shumë i lehtë, mund të jetë shumë i lehtë, por haxhi, pavarësisht se mundësive që vitet të fundit janë përmirësu, si në hedhjen e gurëve, në xhamarat, në vitet kur kemi qenë studime ka qenë pjesa ma e vështirë, hedhja e gurëve, tani është ndoshta më e lehta, por nga numri i madh i afër 2 milionëve në një territor që ndoshta nga një herë momentit janë 2-3 hektar për me vendin për me hedh gurin, është një sfidë në vete. Apo disa momente në tavaf, në Arafat e kështu me radhë. Prapë për gratë mbetet xhihad. Po ashtu, nga ky argument marrim që xhihadi është për vepra më të dashura të Allahut. Xhihadi është për vepra më të dashura të Allahut. Dhe po ashtu për dobive të këtij hadithit, thot Sheikh Uthaymin rahimullah, fadilat el-hajj wal-umra, vlera e haxhit dhe umrës, ku pejgamberi alayhis salam i ka cilësuar si xhihad. Për dobive po ashtu përmend Sheikh Uthaymin rahimullah, وهذا هل يدل الحديث على الاكتفاء بنعم في الجواب؟ لا يدل. Përgjigjja me po nganjëherë nuk mjafton. Sepse gruaja e pejgamberit, nëna besimtare Aisha radhiyallahu anha, i ka thënë, a kanë gratë xhihad? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë po. Po të mjaftonte vetëm kjo po, kjo përgjigje e shkurt, nuk do t'ja jepte kuptimin, por pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë, alejhinne xhihadun, ato kanë xhihad, la qitale fi. Xhihad që nuk ka luftë. Prapë me te ka qartësuar si xhihad, po jo xhihad me të cilin mund të keq kuptohet xhihad në fush betejë. Prandaj, në disa raste apo në shumë raste, nëse kërkohet përgjigja, duhet të shtohet sqarimi që të mos keq kuptohet dispozita e fesë. Këto ishin disa argumente, inshallah, në vijim do të flasim po ashtu shumë çka për haxhin, sepse ka mesele shumë. Dhe arsyeja më thonë të drejtën që më shtyri me marrën për haxhin ishin disa pyetje të cilat mu parashtruan lidhje me haxhin dhe për të cilat kisha nevojë me ju rikthy edhe me shiqu prap. Pra nevoja e domosdoshme me mësu rregullat e haxhit, vlerën e haxhit, dispozitat e haxhit dhe aq që i shtjellojnë dietarët çështjet e haxhit, saqë nëse inshallah vijmë se tani po e përfundojmë, edhe me fëmijë, domethënë, nëse fëmia në haxh e merr me vetje, bën jetin për to, e prish abdesin tavaf, ai pranohet tavafi apo nuk i pranohet? Apo ai nëse është këtë sabi i vogël dhe ka nevojë për pampers, a me vendos apo mos me? Gjitha këto i shtjellojnë dietarët. As meselet imtat me të cilat, jo të imta, po as meselet që kanë nevojë njerëzit dhe ato janë shumë lehta për të sqaruar, por shumë të mëdha derisa njeriu ta kupton edhe ta mëson meselet. Kjo ishte për sonte, wa sallallahu wa sallam ala nabina Muhammed wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.